Louise Ailey rikthehet në Big Brother VIP 5. Prijajmi i sër shtunës pritet që e trondit shtëpinë. Big Brother VIP 5 po hyn në një nga netët më të rëndësishme të këtij sezoni dhe një nga emrat më të përfolur të historisë së formatit është gati të rikthehet. Burime dhe aludime të shumta në rrjetet sociale sugjerojnë se fituesi i BBV2, Louise Ailey, do të hyjë sërish në shtëpinë më të famshme në Shqipëri gjatë primejit të së shtunës, pas një sër surprizash që kanë shoqëruar këtë edicion. Produksioni duket se ka përgatitur një ndër momentet më të forta televizive. Hyrja e Louisit pritet të ndryshojë menjëherë lojën, strategjitë dhe marrëdhëniet mes banorëve. Duke krijuar tensione të reja, aleanca të papritura dhe reagime të forta brenda dhe jashtë shtëpisë, Louise Ailey konsiderohet një nga personazhet më të komentuar që ka kaluar ndonjëherë në Big Brother VIP, dhe rikthimi i tij mund të ndikojë drejt për drejt në rrjedhën e garës. Fansat kanë reaguar masivisht online, duke e kthyer lajmin në një nga temat më të diskutuara të ditës. Çfarë roli do të ketë ai këtë herë? Do të jetë pjesë e lojës apo një mision special nga vëllai i madh? Këto mbeten për të zbuluar në spektaklin e së shtunës. Big Brother VIP transmetohet çdo të shtunë në orën 21:00 në Top Channel me prezantues Ledion Liçon.